Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitetet Ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës së Altax, të mirëpritur nga zoti Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, ju faleminderit që na mikpritët. Mirë se ardhët në emisionin tonë. Zoti Gjokutaj, më 1 maj 2026 Kina vendosi taksa zero, tarifa zero për importet nga të gjitha vendet afrikane me të cilat ajo ka marrëdhënie diplomatike që praktikisht është i gjithë kontinenti afrikan. Pse kjo mas pikërisht tani dhe cilat janë objektivat strategjik ekonomik të ekonomisë së dytë më të madhe të botës? Po le të themi që tashmë ekonomia botërore po rikonfigurohet, iku ajo pjesë e ekonomisë funksionon deri më sot për sa i përket globalizmit, rrjeteve të furnizimit dhe mënyrës se si implikoheshin ekonomitë brenda njëra tjetrës dhe natyrisht tashmë ky është një vendim strategjik nga më të rëndësishmit e ekonomisë kineze për arsye se nga njëra anë kemi një rritje të proteksionizmit, nga ana tjetër kemi një arkitekturë të re ekonomike nga e cila Kina kërkon të dalë jo e humbur, por të ridimensionojë vetveten. Dhe vendimi që merret për vendet afrikane është qoftë në dimensionin e rigjetjes së zinxhirëve të rinj të furnizimit, një vendim gjeopolitik pasi jep një tjetër lloj frymarrje marrëveshjeve që ka me vendet e të themi pjesës jugore të botës, nga ana tjetër edhe në atë çfarë lidhet në aspektin e mënyrës se si ajo kërkon të nxjisë konsumin e brendshëm të saj dhe prodhimin në ato objektiva që ka të tranzicionit të gjelbër dhe rritjes cilësore të ekonomisë kineze dhe një ridimensionim i atyre faktorëve nxitës ekonomik të cilët më së shumti tashmë Kinën e ridimensionojnë si një partner kryesor në Afrikë, jo vetëm thjesht për pjesën e mineraleve apo atyre çfarë kanë të bëjnë me produkte bujqësore dhe blegtorale, por edhe me atë pjesë që ka të bëjë me mënyrën se si do të ndërthuret teknologjia kineze me pjesën e ekonomive, 53 ekonomive afrikane. Në gjykimin tuaj, cilat produkte afrikane priten të rrisin më shumë eksportet pikërisht këtyre 53 vendeve afrikane që ju përmendët drejt tregut kinez, pas praktikisht zjerimit të tarifave të importit dhe pse në rast se kjo ka rëndësi edhe për ekonominë botërore? Po së pari njëherë ekonomitë e vendeve afrikane të cilat janë në marrëdhënie jo vetëm me Kinën, por edhe me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, kanë ofertë të bollshme për sa i përket produkteve agrobujqësore dhe atyre çfarë janë të themi pjesë të rralla që i prodhojnë si kakao, kafe, edhe produkte të tjera të cilat vinë nga një diversitet i klimës dhe i mënyrës se si është tradita e prodhimeve. Nga ana tjetër, vendet afrikane kanë një set të madh mineralesh të cilat i vlejnë jo vetëm për të lehtësuar prodhimin nëpërmjet lëndëve të para, por edhe atyre mineraleve të rralla që po bëhen shumë të vlefshme në ekonominë që jetojmë, që ka të bëjë me digitalizimin, por dhe me tranzicionin e gjelbër. Dhe në një farë mënyre, një ofertë e tillë i ridimensionon marrëdhëniet pasi i orienton edhe ato vende të cilat kanë pasur marrëdhënie deri më sot, vendet e BE-s apo Shtetet e Bashkuara apo edhe vendet tjera, duke i futur në një linjë konkurrueshmërie, pasi një ofertë e tillë e bërë nga Kina, pasi është një ofertë e cila buron më së shumti edhe nga ajo nevoja që të ulë atë deficitin tregtar, pasi Kina në fakt ka një suficit mbi gjithë vendet, por nga ana tjetër i jep dhe një frymarrje tjetër mënyrës së konceptimit të ekonomisë botërore. Në gjykimin tuaj, a mund të ndikojë kjo mas në rritjen ekonomike dhe industrializimin e vendeve afrikane? Po, natyrisht në pamje të parë mundet të ndikojë, por do të nxitet me një varg faktorësh dhe nuk mjafton vetëm kjo, edhe pse duket se tashmë tregu afrikan është shumë i joshur për të hyrë në ekonominë kineze nëpërmjet uljes së tarifave që deri më sot për produkte të ndryshme, qoftë agrobujqësore, por qoftë minerale, ka qenë nga 8 deri në 30%. Dhe gjitha kjo është një ulje kostoje e tillë që atyre u jep një mundësi për të krijuar rezerva valutore më të mëdha nëpërmjet përmirësimit të bilancit tregtar. Nga ana tjetër, presupozohet që Kina nuk do mjaftohet thjesht
me mënyrën e importit të këtyre produkteve lëndëve të para apo gjysmë produkte, por do të transferoj dhe teknologji dhe do të ketë një simbiozë më të fuqishme të asaj çfarë është inovacioni kinez në funksion të ekonomive sipas specifikave të tyre. Dhe një pjesë tjetër është edhe një nxitje e prodhimit vendas në nivel më të lartë, pra të themi një ekonomi 2.0 e tyre, pasi ato tashmë kanë një nivel agropërpunimi të caktuar, kanë një nivel gjysmë përpunimi, por një qasje e tillë i bën këto ekonomi të tilla që të jenë edhe me një cikël të mbyllur në shumë raste, por edhe të ndikojnë atë përmirësimin e mirëqenies dhe të jetesës duke mbajtur edhe aty migrimin e brendshëm të kontrolluar dhe jo detyrimisht si deri më sot. A pritet një efekt të ketë ky vendim i Kinës i një majt mbi marrëdhëniet tregtare të 53 vendeve të Afrikës me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara? Po natyrisht besoj që po, se i vendos në një kusht të tillë vendet që të rinegociojnë, ka një presion tashmë në rritje për marrëveshjet ekzistuese, pasi në momentin që vendet afrikane do të orientohen më së shumti te partneri i tyre kryesor që është Kina, duke i forcuar edhe më tej të marrëdhënie, natyrisht që kjo është një presion për ridimensionimin e marrëdhënieve tregtare, duke rritur edhe vlerën dhe konkurrueshmërinë e tyre. Nga njëra anë marrëveshjet që kanë me Shtetet e Bashkuara, nga ana tjetër marrëveshja, mos gaboj, EPA që kanë me pjesën e Bashkimit Evropian, të cilat së bashku e fusin ekonominë afrikane në një cikël ndryshimi, por që japin një impakt edhe më të madh të gjithë vendeve që kanë të bëjnë me këto vende direkt, por edhe indirekt. Kjo politikë tarifave zero që po përdor Kina, kësaj radhe me gjithë kontinentin afrikan, a do të ketë ndikim në zinxhiret global të furnizimit në gjykimin tuaj dhe në balancat e tregtisë ndërkombëtare që janë shumë lëvizëse për momentin që flasim, janë shumë delikate? Më së pari do të ketë ndikim direkt në atë çfarë janë marrëdhënie bilaterale midis ekonomisë që ka konsumin më të madh për sa i përket konsumit të popullsisë, natyrisht që u ndikon pjesëve të zinxhirëve të furnizimit të atyre që lidhen direkt dhe indirekt me rrugën që shkon produkti deri në Kinë, pra janë shumë ekonomi që janë të ndërlidhura dhe reaktivizojnë dhe ato lloj marrëveshjesh të kaluara të rajonit, duke e kthyer ekonominë afrikane tashmë në një pol më të rëndësishëm dhe më ndikues jo vetëm thjesht për sa i përket zinxhirëve të furnizimit, por dhe mënyrës se si ajo imponohet vendeve me të cilët ka marrëdhënie dhe një ridimensionim i tillë i jep një qasje me vlerë të shtuar atyre ekonomive që do dinë të respektojnë edhe atë çfarë përfaqësojnë sot ekonomitë afrikane, por dhe asaj çfarë përfaqëson ekonomia botërore që synon një tranzicion të gjelbër, i cili nuk është vetëm motivi i Kinës, por edhe i shikuar ekonomive të tjera, dhe kryesisht digitalizimin duke efektivizuar mirë përdorimin e burimeve natyrore që deri më sot janë përdorur më së shumti me një vlerë të ulët dhe kanë pas një përfitim të ulët dhe kanë ndikuar pak dhe në jetën dhe demokratizimin e ekonomikëve. Pra ka një impakt shumë të madh sa thjesht dhe vetëm zinxhirët e furnizimit. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Gjokutej, a mund të konsiderohet kjo lëvizje e Kinës një hap i rëndësishëm drejt riformatimit të ekonomisë botërore dhe rritjes së ndikimit të ekonomisë së dytë më të madhe të botës në jugun që edhe juve e përmendët prapë, në jugun e pranverit? Natyrisht që kjo qasje që po ndodh, e cila pritet të ketë një efektivitet të plot, pasi gjitha varet nga mënyra se si do të zbatohet, do të japi një ndikim arkitekturës duke rritur si presionin direkt për sa i përket mënyrës se si do të duan të përfitojnë dhe ato nga ajo çfarë ofron jugu i Afrikës, në përgjithësi po edhe gjithë vendet afrikane, por nga ana tjetër dhe nga mënyra se si e gjitha kjo do të ndërthuret në aspektin e konkurrueshmërisë globale, pasi e gjitha nuk lidhet thjesht dhe vetëm me mënyrën se çfarë do të përfitohet me kosto më të ulët, por lidhet dhe si kjo do të futet në funksion jo vetëm të ekonomisë lokale të brendshme dhe gjigande kineze, por dhe të ekonomisë botërore, e cila në vetvete ka problemet e saj për sa i përket zinxhirëve të furnizimit, por dhe mënyrës se si tregjet tashmë që janë dhe furnitor, por janë dhe konsumator, do të sillen dhe një simbioz, ai që do ta kapë më shpejt të lloj filozofie dhe do të ketë më shumë, të themi, pjesë organike të marrëdhënieve, siç kjo marrëdhënie konsiderohet, natyrisht që do të jetë përfituesi dhe rentieri më i madh i asaj marrëdhënie. Zoti Gjokutej, ju falenderoj që na mikpritet në mjediset tuaja të punës dhe për këtë intervistë. Kënaqësi.
Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.